Nëse do të shikoni një fëmijë të vogël jashtëzakonisht të bukur dhe mbreslënës duke u endur vetëm, natyrshëm do të shikoni përreth duke kërkuar me sy të rriturit që ngjajnë me vogëlushin, duke pyetur veten se kush janë këta prindër. Gjithashtu, në të njëjtën mënyrë, nëse do shikoni një fëmijë jashtëzakonisht të sjellshëm dhe të edukuar, do pyesni veten kush janë këta prindër që e kanë edukuar kaq mirë këtë fëmijë. Pse është ky fenomen kaq i natyrshëm? Sepse fëmijët u ngjajnë prindërve të tyre. Ajo në të cilën fëmijët u ngjajnë prindërve të tyre mund të jetë pamja, sjellja ose vlerat e tyre. Po me ne si të krishterë, çfarë na ndodh atëherë? Një i krishterë është dikush që i ngjan Krishtit. Pra, me çfarë ngjajmë ne me Jezusin? A i ngjajmë Jezusit në pamje? Nuk mendoj kështu. Pra, me çfarë ngjajmë ne me Jezusin? Nëse i pyet të krishterët se si e dinë që janë të krishterë, çfarë do të thonë? Shumica e njerëzve do të përgjigjeshin se unë jam si Jezusi, sepse shkoj në kishë dhe lutem shumë. Pra, a mund të jenë këto gjëra vërtet prova të ngjashmërisë tanë me Jezusin? Unë mendoj se ka 3 parakushte për të bërë si Jezusi. Së pari, duhet të ketë një ngjarje mjaftueshëm të madhe sa të më bëjë të vendos të bëhem si Jezusi. Së dyti, duhet të braktis zakonet dhe vlerat që kisha përpara se të njihja Jezusin. Së treti, unë duhet të besoj plotësisht në Jezusin dhe ta ndjek atë. Pse duhet të jetë kështu? Kjo ndodh sepse ne jemi fëmijë të adoptuar të Perëndisë.